tona nga lindja e mesme në Rusi. Po tani në Rusi ajo që ju keni thënë, ne po shkojmë drejt Po, ne kemi thënë përveç tjerash kemi përveç asajna që kemi thënë për një 10 vjeçar luftë të minimale, po shkojmë në atë që gjua shqipe ka këtë fjalë shumë bukur për shkallëzim. Se gjuhët e tjera i nevojitën 2 ose 3 fjalë për me spjegu, në përshkallëzim mes evropianëve dhe rusëve. Do të thotë dhe parashihet, do të thotë rusët parashihet që ata të godasin me nuklear, bombë nukleare taktike. Taktike që të tregojnë për vendosmërinë e tyre dhe seriozitetin e tyre në kauzat që kanë. Evropianët në anën tjetër do të thotë duke parë rusët si rrezik në shtetet e tyre, po zhvillojnë kapacitetet ushtarake. Dhe kjo ngjall dukshëm po zhvillojnë kapacitetet ushtarake, siç është Gjermania dhe Franca tani së fundi. Dhe kjo ngjall do të thotë reagim nga Rusia, e cila do të ndjej dhe ka ndruar rregullin për do të thotë përdorimin nuklear dhe do të ndjej, do të thotë nevojën që të përdor nuklear taktik që të tregoj vendosmërinë e saj. Rusia çka ka bërë, kemi këtu një dilemë. Rusia ka reaguar ndaj zgjatjes së NATO-s dhe si pasojë është zhvillimet në Ukrainë. Kemi këtë ide, edhe kemi do të thotë kemi idenë tjetër që Rusia nuk ka reaguar ka shi NATO-s, por se ka dash në sistem ndërkombëtar të pa definuar, ka dash ta siguron territorin e vet. Dhe këtë e bën duke i kthyer regjimit të shteteve përreth shtetit në favor të tij, që të mbaj ujkun larg pragut të shtëpisë. Njëjtën gjë pastaj ka bërë Amerika, me Venezuelën, me Kubën do e bëj dhe kështu me radhë. Me Kanadën ka shfaq disa tensione dhe do të thotë është diçka natyrshme që shtetet e ndërmarrin. Por kjo do të thotë ngjall zhvillim në këtu në rajonin tonë në Evropë, kemi thënë një pashmangshmëri të ndeshjes së evropianëve me amerikanë. Në linjët e mesme kemi thënë zotëri Balla, emëruesi i përbashkët i shteteve prezente si armik është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thotë kemi thënë se Izraeli dhe Amerika se janë një, kemi thënë nuk është një, interesat i kanë dhe është çështje kohe. Fillimet e përplasjes së tyre apo shpërfaqjes së tyre për pakënaqësitë që kanë njëra me tjetrën kanë filluar dhe të rriten. Populli amerikan është jo pro jud, sistemit të regjimit të tanishëm të Izraelit, janë kundër, dhe problemi tjetër është se Izraeli e don atë të premtuarin që e thojnë për shtet i cili do të jetë homogjen në sistemin ndërkombëtar dhe diktat, siç ishte superfuqia Amerika dikur. Atë dojnë të arrijnë me çdo rrethan dhe me çdo kusht, dhe do të thotë kjo i ka vënë një pozicion ku judët nuk janë të mirësoardhur në popujt e tjerë tani. Pra ju po thoni që në marrëveshjen Iran-Amerikë, humbsja më e madhe është Izraeli. Tani marrëveshja sigurisht, por nuk pyetja është se a do të konkretizohet ajo marrëveshje. Duket shumë afër. Por se edhe nëse nënshkruhet, ajo nuk është fundi. Pra nuk e le Izraeli. Po me gjitha gjasat, unë dyshoj se Izraeli do të ketë një atak të rrejshëm ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila përsëri do t'i fusë në luftë aty brenda. Dhe Izraeli do të thotë e ka krijuar të gjitha rrethanat që judët mos kenë alternativë tjetër jetese, vetëm luftë për ekzistencë, e cila i çon tek një superfuqi në sistemin internacional. Sepse qytetarët e Izraelit sot nuk janë të mirësoardhur në popujt e tjerë.
jo për shkak të tyre, por për shkak të regjimit të tyre. Edhe domosdoshmërisht urrëtia e popujve do të rritet kafshi këtyre qytetarëve. Dhe kjo do t'i çon këta qytetarë që të jenë unifikues në qëllimin e regjimit të tanishëm. Tani ne kemi parë blerje të patundshmërisë nga izraelit në shumë vende, e cila dallon nga ata rusë dhe të tjerët. Një nga arsyet e protestës sioniste në Tiranë ishte edhe kjo. Po, tani ata përveç që ata nuk e kanë primare, do të thotë patundshmërinë si pjesë ekonomike apo zhvillimit ekonomik apo biznesit. Mendoj që është po ashtu një hapësinë të cilën ata mund të kishin mund ta shfrytëzojnë si vendlindje të dytë në rast të rrezikimit të ekzistencës së shtetit të Izraelit në vendin se ku janë. Se kjo përpara nuk ka ndodhur ndonjëherë, zotëri Balla, që izraelitët të shfaqin kaq dëshirë të mëdha në Çipro, në Greqi dhe gjithandej. Dhe mendoj se jemi në fokus në Shqipëri apo jo? Po, sigurisht që Shqipëria është një prej vendeve më të bukura, zotëri Balla, në botë, i ka gjitha rrymat, klimat që ekzistojnë. Ujin i ka gjitha, vetëm se neve sistemet na kalon mrapa dhe mos evoluimi tek ne na ka ndodhur që Shqipëria të duket vendi keq, po ku është Zvicra vend më i bukur se Shqipëria, zotëri Balla, me çka? Nuk mund të jetë Zvicra, por se njerëzit, sistemi na kalon dhe njerëzit e dinë se çka është e mirë. Shqipëria është shumë e kojshme për shumë njerëz në botë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm që të avancojmë bashkërisht me aleatët tonë, duke respektuar dy qëllime: interesin etnik në rajon dhe interesin e Shteteve të Bashkuara si shtet. Këto dyja, nëse nuk i kemi në konsiderat, pastaj na ndodhin ngjarje të tilla. Zoti Gaxheli, unë falenderoj për bisedën, një bisedë e gjatë, po ju falenderoj sepse i zbërthyet këto çështje që tashmë ne kishim konfliktin larg, por protestat i kemi në Tiranë edhe situata na duket pak e turput, s'dihet çfarë drejtimi do marr. Të falenderoj për bisedën dhe shpresoj që do dëgjohemi sërish për të parë çfarë do ndodhë si Tiranë, si në Prishtinë, por edhe në pjesën tjetër të trojeve tona. Faleminderit për ftesën tuaj, zotëri Balla, shpresoj të kem thënë në gjë dhe se nuk e kam tepruar. Gjithsesi, i përshëndes ndjekësit e juaj gjithanaj botës. Gjithashtu dhe në emër të tyre unë të falenderoj shumë.